Shojmë dhe hapësirën mbrapa. Kjo nuk ka si lidhet elektrike, para këtij faceliftit i kanë këtu, pas faceliftit i kanë këtu. Ka këte, me shkon cigaren, airplane style. Kanë pas opsione me televizora, tash kanë pas me elektrikë komplet. Krimen me 2 zona dhe mbrapa, do të thonë 4 total. Këto airventat që i lëviz dhe këto si dush. Ngroje ftoje mbrapa. Kanë pas atë telekomandën këtu që kanë qenë me televizor. Cup holder këtu. Hapësirë përpara ka sa të dush. Tash ky versioni XR është versioni që supozohet t'i japësh vetë shoferi. Shumë rrallë, se di unë s'kam pas si snelë elektrike mbrapa, ndoshta se kanë pas për t'ja mbajt peshën më të lehtë, po për qenë është ambient i mirë edhe këtu. Ke këto 3 konçat e vegjël këtu mbrapa, perdet i ka manuale, si ka elektrike, panoramike, fut dritë, mund të bësh edhe rrugë gjata dhe je në rati. Mund të rish edhe 3 veta. Kjo ka boxe 850 watt që Meridian Sound, 20 ka kjo. Kanë pas edhe një më lartë se kjo me 26 boxe, që ka pas edhe këtu njësi nga ato të aluminit që ka 222, edhe kjo e ka bo para 222. 222 e ka kopju atë dizajnin këtu. Ka dhe pasqyra këtu. Këto grab handles këtu i ka me qepje. Shumë e pasë. Kanë pas edhe boxe këtu ato, të 1300 watt, marrë pas sendileve, si që kanë carinjorëve. Shumë e bukur, i ka detajet e bukura, cilësore është si kabinë, shumë cilësore.